jam habitur që ka pacientët huaja që vinë në Shqipëri, bëjnë in vitro dhe bëjnë akupunkturë për fertilitet. Ju keni raste të tilla? Kam Për fertilitet? Po, kam shumë. Sa të suksesshme kanë qenë? Këto që janë të huaja nuk mund t'i ndjek, po kam pasur raste paciente shqiptare, Po. 2 paciente shqiptare që kanë qenë shumë të suksesshme. Do me thënë që Sa i është dashur të punoni me ta? pacientët kanë bërë vetëm 10 seanca. Vetëm 10 10 seanca akupunkturë dhe kanë qenë të suksesshme. Kanë qenë të ndërthurura? Seancat me terapi të tjera? Një paciente kishte cist në ovar, kishte marrë mjekim hormonal, cisti më flaste, dhe më pyeti, thasoj la bëhet akupunktur, po. Me 7 seanca i plasi cisti, bëri ekon dhe e pa që cisti kishte plasur. Dhe pastaj aplikoi in vitron dhe ngeli shtatëzan. Fantastike. Po. Se dolëm edhe tek pjesa e cisteve dhe tek pjesa e riprodhimit. Përdoret për shëndetin riprodhues, për fertilitet. Akupunktura jam e specializuar gjithashtu dhe për çrregullimet menstruale, për cistet e ovareve, për mikrocistet. Por thoni për çrregullimet menstruale, si funksionon akupunktura në këtë rast? Atëherë unë do t'ju them një herë funksionet e akupunkturës, janë 5. Akupunktura ka 5 funksione madhore që janë vërtetuara shkencërisht. Rigjeneron nervat periferik, harmonizon hormonet, rrit imunitetin, ka funksion anti-inflamator dhe heq dhimbjen. Në vitin 1977, një profesor i njohur Argentinas, Hugo Besedovski, hodhi në dritë teorinë që trupi ynë ka një rrjet që quhet neuroendokrin imun rrjet. Dhe është vërtetuar shkencërisht, ka shumë studime shkencore për akupunkturën, si funksionon, çfarë mekanizmi ka, është vërtetuar që akupunktura ndërhyn në këtë rrjet, rregullon dhe nervoren dhe imunen dhe endokrinen. Këto si element. Dhe duke rregulluar endokrinen, akupunktura përdoret për problemet riprodhuese dhe çrregullimet e ciklit.